Ndërkohë kemi parë që qytetarë kanë bërritur, qytetarët e parë për të parë edhe emrat e afishuar pikërisht në ambientet. Është hapur apo jo qendra e votimit, Klesi? Komisionerët në fakt kanë bërritur që në orët e para të mëngjesit, por me sa duket procedurat paraprake janë duke marrë ende edhe pak më shumë kohë përgatitjet e tyre, ndërsa kemi parë që ka pasur një interes të qytetarëve për të votuar që në orët e para të mëngjesit. Disa prej tyre kanë parë edhe emrat e afishuar pikërisht në të qendër votimi. Gjithsesi ne do Po, Drini. Po, të jemi gjithkohë strasitin drejt për drejt. Qëndro pak me mua, sepse kam dhe Erikleda, duhet kuptoj çfarë po ndodh në fakt aty tek qendra ku ndodhet Erikleda, bëhet fjalë për një si numër 10, do të ketë një votim elektronik aty. E kemi raportuar edhe më herët Erikleda, po tek kjo njësi çfarë është duke ndodhur në këto momente? Unë ndodhem në shkollën Qemal Stafa, ku janë të pozicionuara 6 qendra votimi. Në të 6 qendrat e votimit, antarët e komisioneve janë prezente dhe presin në fakt që të startoj edhe votimi elektronik për njësinë numër 10. Pranë meje kam edhe sekretaren e komisionit të qendrës së votimit 1999 fraksion 1, i cila në fakt do të na njojë më shumë rreth procesit se si do të kryhet votimi për të gjithë qytetarët, duke qenë se është identifikimi dhe votimi elektronik. Në fakt, mirëmëngjes edhe punë të mbar. Për të treguar procedurën, si do të paraqitet qytetari dhe ku duhet të adresohet. Faleminderit për ardhjen tuaj. Si fillim ne jemi gati si qendër votimi, ne po presim votuesit të vinë, siç e përmendët, votimi në këtë qendër do të bëhet elektronik. Procedura do të jetë e tillë siç ka funksionuar dhe më përpara, kemi paraqitjen e votuesit tek kryetari si fillim, ku do bëhet edhe pajisja e kryetarit me kartën e identitetit që ka votuesi për ta parë fizikisht nëse përputhen të dhënat. Pas identifikimit të personit në mënyrë fizike, kalohet automatikisht tek operatori që është elektronik, normalisht do skanohet karta e identitetit dhe do vendoset dhe shenja e gishtit për të identifikuar nëse ky votues është në këtë qendër votimi apo jo. Në momentin që bëhet verifikimi, kalohet hap pas hapi, siç kemi vepruar dhe në votimet e tjera, në komisionerët e tjerë, në antarët e komisionit, ku do të bëhet bulosja e gishtit, sigurisht dhe fillim identifikimi nëse votuesi ka marrë në një shenjë tjetër ose jo. Dhe në momentin që bëhet verifikimi, bëhet vulosja e gishtit dhe kalohet në fund fare edhe tek 2 dhomat e fsheta, njëra nga 2 dhomat e fsheta, ku bëhet edhe votimi elektronik. Ne kemi dhe operatoren këtu që është e vetë pajisjes, që mund të na ndihmojë dhe të na asistoj votuesit në rast se do të kenë problematika mbi përdorimin, sepse dhe priten normalisht nga moshat e treta etj. Ndërkohë, jemi në orën 7:04 minuta. A kemi një votues të parë në këtë qendër votimi? Deri më tani nuk e kemi, mezi po e presim, kështu që ne presim një numër të madh votuesish. Kjo qendër votimi pret rreth 500 persona, kështu që shpresojmë që të kemi sa më shumë pjesëmarrje. 500 persona. Faleminderit. Po, më thuaj nëse do të thosh diçka më shumë. Vetëm 500 persona në fakt janë vetëm në këtë qendër votimi, por siç e tham edhe më herët, janë 6 qendra të tjera votimi në shkollën Qemal Stafa, ku pritet që të kemi identifikim dhe votim elektronik. Në asnjë prej tyre nuk ka mungesë të komisionerëve dhe në fakt janë të gjithë gati për të pritur votuesit e parë. Nuk kemi ende në fakt në korridore qytetarë të cilët mund të presin në radhë, por duke qenë se janë dhe orët e para të mëngjesit dhe zakonisht shqiptarët nuk janë kaq të zellshëm pak më vonë të nisur nga zgjedhjet e tjera. Por ndërkohë ka votues të cilët po shprehin interes në pikërisht tek Parku Olimpik, aty ku është një qendër votimi dhe është Klesiana Omeri, që sipas informacioneve që un kam, do të votojë pikërisht dhe është votuese e kësaj qendre votimi. Klesi, e ke gjetur emrin tënd në listë njerëz, se po shoh që ata votuesit që ndodhen aty jashtë po kërkojnë emrat e tyre, më duket. Emrin tim në listë e gjeta, ndërkohë po shohim që edhe qytetarët të tjerë pikërisht këtë gjë janë duke bërë në pritje edhe të hapjes së qendrës së votimit, së bashku me ta edhe unë që votoj pikërisht në këtë qendër votimi, ndërsa po shohim që qytetarët janë duke kërkuar emrin e tyre të afishuar në listat pikërisht në këtë njësi, ndërsa ka pasur në fakt edhe gjatë minutave më përpara disa qytetarë që kanë ardhur, por duke qenë se qendra e votimit nuk ka qenë ende e hapur, ata janë larguar. Po shohim në fakt edhe se si qytetarët po përpiqen. Do duhet që ta konfirmojmë diçka të tillë pasi të paktën deri
para pak minutash ish. Patjetër Drini. Pas të lëvizim pak edhe me pamjet, ajsash na lejon pa diskutim edhe po themi zhvendosja teknikisht, që të shohim pak edhe si është panorama në këtë qendër votimi, apo çfarë mungon, çfarë është duke u bërë gati. Po t'ja pa kohë mbase që të zhvendosesh Klesi. Patjetër Drini, madje po zhvendosem që në këto momente për të parë nëse qendra e votimit është gati dhe nëse po, patjetër për të ushtruar edhe të drejtën e votës. Mirë, po Erikleda, ti nuk Erikleda në anën tjetër e kemi në njësi vjetë, ty do të votojt elektronikisht, po na tregonte që edhe aty ende nuk kanë mbritur votuesit e parë. Klesiana po bëhet gati të votoj, besoj ti gjatë ditës do ta gjesh kohën apo jo? Patjetër, duke qenë se unë jam votuese në fakt në një njësi tjetër dhe jo tek njësia e cila duhet të mbuloj mediatikisht, mendoj që do ta gjej kohën për të dhënë edhe unë verdiktin tim. Duhet të në fakt që në këtë njësi Drini janë 31 qendra votimi në total dhe kemi një numër zgjedhësish prej 22.000. Duhet kujtojmë këtu që njësia 10 në fakt edhe në vitin 2021 ka votuar elektronikisht dhe kemi patur një rezultat shumë të shpejt final nga Komisioni Qendror zgjedhjeve vetëm në orët e para të mëngjesit të deklaruar zyrtarisht, ndërsa nga antarët e komisioneve sigurisht që ky rezultat merret një orë pas përfundimit të procesit të votimit. Erikleda, nuk e di sa qendra votimi ka kjo njësi, njësia numër 10, për të cilë po themi një mini përmbledhje. Janë 31 qendra votimi Drini në total dhe janë 22.000 zgjedhës të cilët pritet të japin votën e tyre në mënyrë elektronike në njësi numër 10, ku sigurisht do të merret edhe përgjigjja e rezultatit, do të merret shumë shpejt edhe do jetë njësia, le të themi, e parë së bashku me vorën, pasi janë dy zonat e vetme në të cilën votohet dhe identifikimi është elektronikisht. Tani ne Erikleda aty nuk do të ndahemi derisa të vi votuesi i parë që të votojë elektronikisht, këtë ta kesh sigur, domethënë, kështu që do të qëndrojmë së bashku. Por ndërkohë kemi edhe një tjetër kolege të politikës, Klesi është në ekran, po aq i dham pak kohë Klesit, pak kohë televizive për të kuptuar se çfarë po ndodh pikërisht në këtë qendër votimi dhe nëse është bërë çdo gjë gati për të nisur procesi rregullisht, ashtu sikurse do duhet të nisë. Po Klesiana. Kam përshtypjen se do duhet presim edhe disa minuta, duket paktën edhe nga atmosfera pak e rëmujshme në këtë qendër votimi, me sa duket paktën nga sa mund të dëgjoj janë çështje dokumentacionesh që duhet të përgatiten, pavarësisht se do duhet ishin përgatitur. Në fakt, pasi kemi parë interes të konsiderueshëm qytetarësh që në minutat e para të nisjes së orarit zyrtar, por që momentalisht jemi duke pritur që kjo qendër votimi të jetë gati dhe funksionale për të pritur të gjithë votuesit, përfshirë edhe mua. Kështu që Drini na mbetet vetëm të presim disa minuta derisa kjo qendër votimi të jetë gati. Mirë, dakord, ne jemi të gatshëm që të japim kohë çdo përgatitje, ashtu sikurse do duhet që të ishte pra.